në vetë përmban historinë e rezistencës kundër regjimit serb në Kosovë. Megjithatë, shumë nga qytetarët nuk e njohin burrin, statuja e të cilit është vendosur në qendër të Prishtinës. Pranë saj, mungon një tabelë informuese që do të tregante historinë. Bëhet fjalë për Faik Regjepin, një burr nga Presheva i cili në gusht të vitit 1990, bashkë me kolegët e tij nga Ferronikeli, kishin ardhur në kryeqytet që ta prisin delegacionin e Kongresit Amerikan. Para Hotel Grandit, policia serbe kishte ndërhyrë brutalisht duke shpërndar turmën, por Faik Regjepi nuk kishte luajtur vendi. Regjepin e mban shumë mirë në mend, një qytetar i cili po ashtu ishte pjesë e kësaj ngjarjeje në atë kohë. Ai thotë se statuja e tij ka mbetur për gjuna dhe pas një përkujdesje institucionale. Kum qenë prezent në atë kryenorën Kongresit Amerikan, kum qenë prezent këtu te Paragrondit. Edhe e di këtë agjën ka qenë këtu, po është fatkeqësi e madhe që e kalonën që sa ku e ka vënue që e pshet fëmija që shqipin shpon, edhe është fatkeqësi që nuk e ka një njoftim për kënër, për kënë bëhet fjallë, si pse i ka ndodhur tina ajo, që bilem turistë ujë që po vinë tash një numër sa më të madh me ditën se për shkak se kështu, sikur me konë një lyp që e kanë bërë statujë dhe kanë lënë ato. Kjo është shumë për tash ka obligim komune, ka obligim Ministria e Kulturës, ajo tjetër vetëm është kjo është marrë që se ka kënë një njoftim. Mungesën e informacioneve në këtë statuj e në statujat e tjera në qendër të Prishtinës po e shohin si një problem shumë të madh edhe qytetarët e tjerë. Normal që na gjenerata jone kemi përjetuar dhe dim kur ka ndodhur, mirë po shumica e qytetarëve që vinë e shohin një figurë dhe nuk dinë çka është mbrapa. Si ide jemi ka qenë me bon një stand, një video se thjesht mi tregu rasti qysh ka qenë njerëzit me pa kur ka ndodhur dhe me ditë për çka, se shumica fatkeqësisht nuk e din çka ka ndodhur. Është shumë keq realisht, se patjetër duhet me pas bile ato informacione të bazë, që çdo kund botën e civilizuar atë kuptimin e ki, edhe njerëzit shkon dikun me një shtet tjetër e ki thjesht shënimet kur ka lind çfarë veprimtari e ka bën dhe pak a shumë e krijon një farë ide kush ka qenë, për ndryshe thjesht mu kjo më ka raqë, sa herë kaloj këtu si penge kam, pse bile kum dasht me shku një ditë e përparimi dhe me thonën pse nuk kushton ajo ku me ditë çka. Peqit mrapa edhe thamë njerëzit e dinë për çka më pyetje, për ndryshe vinë fëmija, po nese, po edhe shumica e gjeneratave të reja nuk e dinë, e sidomos të hujt. Statun që a ullën ka qenë basi Faik, ka qenë një legjend që e njeken policia sërbe, okupatori sërbe, për fatkeq e njeken, edhe e ullët, edhe e proteston ullën. Edhe ata ta një njësë me sëlmue. Po, nuk ka gjithë basi Faik, po komuna e Prishtinës duhet për turista, ose për vendas, mi a shkru emnat herojve tonë që janë autokton. Duhet më konë emnat. Për fatë keq, duhet me pas komuna e Prishtinës një zyre ose një informat për hyrje të Prishtinës, për turistat, për me ditë që duhet me vizitu. Nëse do me vizitu do e shë një bust, duhet me ditë kush është ai person. Sa i përket përmendoreve, bustave të ndryshme për qytete, unë pikrisht po koncentrohem te qyteti i Prizrenit. Mbasi se jem më afër atij qyteti, janë të ndërtuar bustat, janë përmendore të ndërtuar. Mi u thonë të vërtetën, faktikisht fort pak ka biografi për ata heronj, për ata dëshmor të cilët kanë dhënë jetën për liri. Se të gjithë të huajt, ja konkretisht kanë vërejtur që kanë ardhur, shumë pak janë të njohur me këto busta, me këto përmendore, nga se nuk kanë të shkruar qartazi ku është vrarë, çka është vrarë, si është vrarë, a ka luftuar, si ka luftuar. Mirë kishte me qenë një biografia thukt me qenë. E shkurt në mënyrë që për më të njoftë turistat e huajt të zhvillin
të cilat vinë nga vendet e huaja të ndryshme. Si gjithashtu edhe në për Prishtinë, në për qytete, pasi që unë kam punu si profesor, kam punu me arsim, nxënësat pak kanë qenë të njohur me ndërtimin e tyre edhe me biografinë më të gjerë të atyre. Ka nevojë, besoj pakës ma gjërësisht mi rregullu këto gjana, ma hallësisht mi njoftu të huajt edhe qytetarët tanë. Ciceroni nga Prishtina, Bekim Gjemili, thosë se në rastin e Faik Recepit, ata duhet të përdoren edhe telefonat për të dhënë informacione turistëve në mungesë të një përshkrimi. Të huajt në fakt gjithmonë na ndalin neve Ciceronëve, na e kemi edhe si pjesë të tureve, domethënë të shtetit, shëtitjeve që ndalim aty të shpjegojmë, po një pjesë e tyre dojnë të informacione kështu pak më zgjuar, kështu që përmes telefonave tona dhe informatave tona do mundohemi mi shpjegu, aty nuk ka asë një informacion, domethënë as emri nuk ka, as mbiemri, po ashtu edhe ne kemi sugjeruar edhe qytetarët përmes rrjeteve sociale, i kam pa që janë mundu që përmes QR kodeve, s'pako përmes internetit, skenerit, edhe të marrin informacionet më të mëdha, domethënë edhe për Faik Recepin, për arsye se ka qenë një njeri, një simbol i rezistencës sonë pasori vitin 90. Turistë të ujit gjithçysh, po edhe gjenerat të reja nuk besoj që kanë idenë për jetën veprimit e tij edhe për aktin e uljes aty në shesh si një simbol shumë i rëndësishëm. Ai tregon përvojat kur turistët e huaj i kërkojnë informacione që mungojnë edhe prapa statujave. Shumë shpesh edhe sillen për rreth domethënë statujës shtu dhe mendojnë që ndoshta mrapa ka informacione, po gjithmonë na kemi këto arsyetime që së shpejti institucionet tona do të marrin masa edhe do të vendosin ato, po kjo mur tash një kohë bëhet gjatë dhe për ne është për keqardhje kështu, dhe është për shembull edhe turp që nuk ka informacionet e duhura. Sipasi në përgjithësi ka një mungesë të përkujdesës institucionale ndaj statujave. Përgjithsisht ka një mungesë të madhe të përkujdesës, kisha më thonë kështu, të përdeshme, të vazhdueshme institucionale ndaj statujave të figurave tona të rëndësishme historike. Edhe pjesa më e madhe kemi në sheshin këtu Zerpazita, në sheshin Skënderbeu dhe sheshin Ibrahim Rugova. Përveç statujës Gjergj Kastrit dhe Skënderbeut, në të gjitha tjerat, edhe të Nën Terezës, edhe të Zerpazitit, edhe të Ibrahim Rugovës, nuk është as data e lindjes, as data e vdekjes, as përshkrimi i shkurt se veprimtaria e tyre, domethënë jetësore. Ti e ke shumë mirë që përveç banorëve të hoqëstarëve të Kosovës, në shumicën e vizitorëve kemi të huaj, turistë të huaj, edhe pjesa më e madhe aty vijnë për herë të parë ndoshta në Ballkan, po gjithçysh edhe në Kosovë. Edhe do gjithçysh ata përmes internetit edhe informacionet kështu që mund mi gjetë. Edhe është një sfidë edhe për Ciceronët, sepse do të prej fillimit edhe historinë me shpjegu, që është detyrë jone në fakt, po do të spaku detajet ose përshrimet minimale që tregojnë për jetën e tyre. Tjetër është edhe pjesa e mbetërinave dhe borlogut, mandej grafiteve që shënohen, domethënë institucionet tona përveç festave dhe ditëve të shënuara, nuk është që ka ndonjë mirëmbajtje në bazat e tona. Në një gjendje mjaft të keqe është edhe memoriali Heroinat, në të cilin megjithse ekziston një plakat informuese, ajo është gati për të rënë. Zakonisht fillojmë prej monumentit të Newbornit, vazhdojmë të monumentit Heroinat. Edhe këta ndoshta është mirë për përmend që është në gjendje shumë të keqe edhe nuk e di qysh institucionet tona, po edhe kush është përgjegjës, s'pak edhe pllakën informuese ta ndrojnë, sepse është vetëm një bulon që e man atë pjesën e pllakës, edhe shkaravitën, edhe ka grafite, edhe shumë shpesh Ciceronët që punojnë, shumë shpesh e kalojmë atë pjesën nga qelçi edhe i mbledhën këto botërinat vet. Mandej edhe pjesë e ulseve, komplet ambienti, parku që është aty, është në gjendje shumë të keqe. Kur e dim që është një prej monumente më të vizituara edhe një prej, kisha me thonë, ngjarjeve më të ndihshme edhe më të dhimbshme të historisë së re të Kosovës. Mandej duke vazhduar edhe me katedralën Nën Tereza, kampusin universitar, bibliotekën kombëtare, sheshin Nën Tereza, qendrën e vjetër historike të Prishtinës, e duke përfunduar në muzein etnologjik kështu të Kosovës, por
Pas sistemi është për statujat, komplet qyteti është jo në gjendje të mirë sa i përket mbeturinave, jemi dëshmitar sepse jetojmë këtu çdo ditë, po spaku figura të rëndësishme historike edhe statujat spaku të kanë një tretman shumë më të mirë. Nga Agjencia për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale të Kosovës thonë se nuk kanë pas asnjë kërkesë për shtimin e informacioneve në këto statuja, pasi për ndërhyrjen e to, atyre ju duhet të marrin kërkesa specifike nga institucionet përkatëse që janë përgjegjëse për statujat në qendër të Prishtinës. Ndërsa Komuna e Prishtinës në buxhetin e këtij viti nuk ka pas asnjë para të ndarë për vendosjen e tabelave informuese pranë objekteve të kultit në qendër të qytetit e as në pjesën e vjetër.